Që do thotë sezonin tjetër impianti do të jetë në funksionim. Për lëndësinë e Vlorës në rregull. Po. Filluam e gjithë procedurën. Blokua po gjallë. Ishte gati 3 vjet. Një vit e gjithë. Kështu duhet ta mbyllim para sezonit. E hëna një si kesh për kryebashkiakun e Vlorës Ermal Ndrella, i cili përgatiti me kujdes fondin e vizitës së kryeministrit Edi Rama. Pas takimeve të inspektuara për të rinj të opozitar dhe premtimeve për lungomarrjen e pafund, një problem i vjetër u rikthye me forcë, zjarret në fushën e mbetjeve të qytetit. Landfidhi i ri në Sherrisht me vlerë 10 milion euro dhe i financuar nga Banka Gjermane KFW duhet të ishte gati për në dhjetor të vitit 2021. Mirë po afati u shtyj për vitin 2023, por ende nuk ka përfunduar. Ndrella premtoi se do të bëjë funksional deri në fund të marsit 2025, një tjetër datë e hedhur në erë nga realiteti. Kompania fituese e Integrated Technology Service, Ectodian Zodos dhe firma italiane Bulfaro mbetet në hije ndërsa qeveria refuzon transparencën mbi tenderin. Ndrella si një rilindas tipik shman të thothapur se përgjegjësia mbie mbi qeverinë dhe fondet e miratuara nga Këshilli i Ministrave. Për momentin ai qëndron strategjisë së tij, të shtyjë sa të mundet, pa ofruar asnjë zgjidhje të prekshme për katastrofën mjedisore që po përjeton Vlora.